Kush po I gjun qëto sëngjera qëto? Qëra more, 50 metra larg ambasadës Zvicrës, qëre? Veç këqëre, analizoje. Kate, jogi, që shgjuhet be, kë sëngjer, kë jogi king size 2x2 midis rrugës, veç që të sens jëm të e kuptu. Që ma shumë se 5 vjetë, qëto gjujnë sëngjera. A pedin kush po I gjun qëto sëngjera, bre? Qa kjo, o tresha, qësha, qka? Shqiptarin veç dhët me prekin gjepat hernalët, për në ryshe që vje marre, ju, harrue. Prishtina është pushtu krejtësisht prej sëngjerav njerës. Më lojtën me këta sëngjera, do me thonë nuk ka vend, lokacion që është pak ma mrapa, pak sin lagje që nuk ka sëngjera. Qita sëngjera janë që një 3 muj, minimum. E kuptushme që qytetarët e papërgjetshëm I gjujnë, gjithë kam botë ka qytetarët papërgjetshëm, mirë po është detyre institucioneve me ja u bu një zgjidhje, ose me vendos kamera, me këqyr kush ato I gjuj qëre kjo, alo e vera, do me thonë, qështo është e shtrime, sartë ka lejsh këne e kene. Kush po I gjun qëto sëngjera qëto? Po banor të vëlloj, kush kanë mi qutë? A I ke po në janë? Ju si kum po se mi po I bëj fëta. Që sa që ky sëngjer qëto? Ta thëmë drejtën në dje kesh që ke aj me kësit që shtu I shkona, mo që ku I ki dhe tjertë? Po? Rënë I ki, Që sa janë që ata sëngjera? Që ata janë që 2-3 muj. Që 2-3 muj që ata? S'pi marrë, no? As nuk e paguin kërkan për mi marë, mi tërhjek nëse do me gjubër logon. Po. Thoj e lekin edhe tërhjeki. Po. Kë zëtnia ka kamera, Po, pas ka një, po njerëz bre jemi s'mujna me nejtë veç në kamera, vetë du të me pos kulturën. E vërtet. Po do me gju, diçka paguje beneni, që ata që po hekin me kamiona, paguje dhe gjuj ku a vene, ju këtu me pikërshitin me lule, pikërshitin me sy, s'po shihen, me gjithë shka. Shqiptarin veç du të me prekin gjepat hernalët, për në ryshe që vje marre, ju, harrue. Operimin tam terene mundësën posta izi, gjithë ka po më shfaqet posta izi, pikapat në për qytet do me thonë, top kualitet e kanë shërbimin, super customer service, super shpejtësin dërgesa, tënat mirat I kite posta izi, plus për derivate e keni Delta Grupin 21 pika në kejtë Kosovën, kualitetin më të mirë derivateve me garancion e keni do me thonë. Qa kanë qitë këto kauqa, pas kanë qitë kauqa të salonit këse. Qëra more, kejt do me thonë dritaret e vjetra drunit, I pas ka nëzirë haveri, I pas ka përu të bërlogu, I pas ka qitë. Që ku jena, në rrugë kryesore, që jargona, tresh, qa kjo, o tresha, qësha, qka? Ja, s'bëmbe qishto, moni bre. Kja, qëre edhe fioka e, dyrt fiokave, ormona e, tmer, tesha, jastak. Qa një lokacion tjetër do me thonë, sa dush breng krejt qytetin, prap të rruga B për bol mëmës jena këto që. Edhe këto aloe vera, kokanjona, s'kin, kjo tjetra e bardhë. A pedin kush po I gjun qëto sëngjera, bre? Qëto sëngjera? Si keni po, a? Qa? Një vend tjetër. Qëre këto? Full sëngjera. Kjo qa është, po ashtë sëngjera, qarshafa, jogja. Qa me qujtë këto? Qëre? Absolutisht e të mërshme, qëre? Jena të kjo lagje e Dodonës, mrapa Elena Gjikës. Do me thonë, veç analizoje njerës, po e shëmtume. Hajde se na lojten me qëta sëngjera njere. Gjithë ka sëngjera po gjujnë. Bërlë. A jetën këto? Qëso është? A është më ti qëto? Që ato do është ta me dhvit? Qëso? Që ma shumë se 5 vjetë, qëto gjujnë sëngjera. Qëta qëto? Ja, qëta është që një ovë. Që një ovë qështo? A I merë këto kush? I merë ka njëherë, kamioni. Po, e kush pi gjujnë këto? Qëto mahallës, njerës, lagjës. Qytetarët e papërgjetshëm. Ha? Qytetarët e papërgjetshëm. A I keni gjiru në jherë? Ja.
Me këshyrë kush i gjunë, ha? Mund mi dënu në kështë që me gjirua qa? Po jo, mi qitë mi vedisu pak, nuk gjuhët së ngjeri mi des rrugë. Ja, kena i lajmëru edhe në komunë edhe këtë, po bado jo, vapet i gjujnë. Qysh gjuhët be, kë së njerë, kë jogë king size 2x2 mi des rrugës, veç që të sens jëm të e kuptu. Qëre, lagja me cilën krejt mburë me, që i pithojnë atash Manhattani i Prishtinës, Benidona ndërtesa këto krejt, qëre ku është ambasada e Zvicrës? Qajo, e ka pe flamurin? Ka pe flamurin pak, qëre? Do me thonë 50 metra larg ambasadës Zvicrës, qëre? Veç këqëre, analizoje. Kejt, jogi, sëngjera, qëre? Full, do me thonë. Absolutisht e të mërshme. Komplet salonin e ka gjujt midis në zamër të Prishtinës. Që edhe këto që e kuros e ka gjujt që të paramendoje. Që edhe atje mëre, qëre mëre. E qajën që të thosë që të? Tavolinë e kompjuterit po mdohet, këtë në herë që janë kongë se që ta blokojshin kejt dhomën, të merë. Ja. Hajde tash te diskutojna e kontaktojna drejtorin e shërbimeve publike zotin Luftar Braha në komunën e Prishtinës edhe të pyesëm çysh është plani i komunës me i largu ato. Budem na kemi marrë masa për me i largu dhe jemi të i largu vazhdimisht prej qytetit. Do nuk është një fushat që është ndodhë sot, po ka ndodhë ndër vite. Okej, po vene më thanë që ka që 3-4 muj që kanë metë atë, qytetarë. Jemi të i marrë, për shumë me kemi raste që Dardanin e kemi pasru 4 herë, ose Arbrin 4 herë, Ulpianën 3 herë, dhe ato vazhdojnë me usjellë vazhdimisht edhe prej zona të tjera dhe prej qytetet të tjera, jo veç Prishtinës. Okej. Zonë gjendja atyre është aqe kalbër në dash, pa imagjinueshme që është vështirë dikush në Prishtinë këtë jetu në diçka tillë, ma shumë kemi dëshime që janë të ndenjur e jashtë ose të hedhura diku tjetër e kanë nejtë një kohë gjatë, i kanë marrë me i largu nga vendet tjera, i kanë sjellë në Prishtinë. E qartë. Ka një problematikë në vete këto mbetet vëllimore, na prandaj kemi marrë hapa, kemi kriju edhe kemi marrë vendim për krijimin e një pike tranzitore për pike transferit për tu. Okej. Të cilën e kemi kriju nga zlatar në pjesën e deponisë detorinave inerte. Do me thonë që këto qytetarët mujnë me i pru me i sjellë vetë atje. Dhe kjo nuk është aq e lehtë. Për shembull, qytetarët nuk është mirë as me sjell as me mbartë detorina në qytet sepse është ndaluar me ligj. Detorinat mundën me i mbartë vetëm kompanitë specializuara, as një kompani tjetër. Okej. Jemi në aksion, jemi përgatitur planave operative. Çdo automjet i cili mbart detorina pa leje përkatëse për mbartjen e detorinave do të konfiskohet. Do të thonë do të shkojmë jo vetëm me gjuhë, por do të shkojmë konfiskim të automjeteve. Ja nuk besoj që qytetar duhet me rreziku për me konfiskuar. Okej, e ku me i qito? Janë ndërmarrjet publike, pastrimi edhe ndërmarrja publike gjelbër të cilat mund ta bëjnë transportin e tyre. Me pagesë ekstra është apo është? Me një pagesë ekstra, nuk është me pagesë e madhe. Ka dhe ndërmarrje tjera që janë të licencume për bartin e detorinave. Okej. Vetëm për bartin e detorinave. Luftar, qito lokacione që i kom qita, kishim mujt me dalë me i pastru ndërkohë gjatë javës? Jo, burem nuk mundem me përmpu diçka tillë, na jemi të punu me një plan operativ. Jemi të marrë momentalisht me gjitha resurset në pjesën e Bërnisës, në Chelsea Point, atje është një katrahuri jashtëzakonisht shumë e madhe. Na duhet gati një javë punë veç atje. Nuk është se kemi ekipe pa fond, do të thonë jemi të vujt edhe për punën e ekipeve, sepse nuk janë të parashikume si punë të përditshme me i bo mbledhjen e këtyre vëllimore që hidhen vende pa vend nga njerëzit e papërgjithshëm. Okej, do me thonë... Lokacionet të lutëm na i dërgon. Jo vetëm ju, por çdo qytetar na i fusën plan operativ dhe pastaj sa mbrana mosive kur t'i vjen rradha, nuk po du me prish planin operativ, nuk po du me kthy për një vend tjetër se ashtu krijojmë edhe ineficiencë dhe shpenzime të kota. Çika shpej me njerëz unë jam bërën pacolle mos harroni me çetamën në gjeni këtë platformat.